Ka shumë gjëra që kanë ndryshuar në Sarandë, natyrisht që unë ju kam dhënë fjalën që kur ju të votoni dhe të mbështesin Oltit, ne do të mbështesim dhe më shumë Sarandën dhe këtë kemi bërë. Por Saranda është një qytet që ka një problem ndryshe nga qytetet tjera. Këtu në Sarandë është bërë një investim goxha i rëndësishëm për ujin në vitin 2015. Mirë po, këtë po them pra, po prit ta mbaroj fjalinë e shkret, prit. Ta mbaroj fjalinë e shkret, ta mbaroj se këtë po them. Se thash mirë po, do me thënë, ajo që ka ndodhur është që ndërkohë që në zonat e tjera uji i pishëm është shumë më mirë dhe përgjithsisht stabilizuar, në Sarandë ka ndodhur që në ndërkohë që u bë gjitha investim, janë bërë shumë më tepër investime në anën tjetër, pra është shtuar shumë më tepër numri i konsumatorëve dhe nëse për banorët që jetojnë Sarandën gjatë gjithë vitit, ka një normalitet në furnizim, sa po fillon invazioni i turistëve dhe i vizitorëve që natyrisht janë më shumë se sa të mirë se ardhur, fillon edhe rënja e furnizimit. Kjo do të thotë që ne nuk kemi asnjë rrugë tjetër përveç se të riinvestohemi për të bërë një investim të veçantë, specifik, madhor për gjithë këtë zonë, sepse në ndërkohë ajo që po shohim janë projekte të reja nga investitor dhe arkitekt që do të arrisin shumë edhe cilësinë e turizmin në Sarandë, por njëkohësisht që paralajmërojnë prurje të reja dhe më të mëdha turistësh dhe vizitorës, që patjetër do të thotë shumë më tepër ekonomi, shumë më tepër të ardhura, shumë më tepër investime nga bashkia, por do të thotë njëkohësisht dhe një përgjegjësi e madhe, sepse do ketë akoma më tepër nevojë për ujin e pishëm dhe për një furnizim cilësor me ujë të pishëm gjatë pikut sezonit në të gjitha orët dhe jo vetëm me oraret kufizuara.